jeta e para, e rruga e parë. Pastaj kalon në rrugën e dytë, prej momentit kur del në këtë botë deri në vdekje. Pastaj kalon në rrugën e tretë, apo në atëfar magjistralen e tretë, që shdush thujti, prej vdekjes jeta në vareza deri para ditës së kiametit. Pastaj vjen rruga e katërt, prej ditës së kiametit edhe përfundimi me xhennet apo xhehenem. Andaj shenjat janë shumë të rëndësishme në rrugë, se njeriu orientohet. E Ibnul Qayyim po don më na tregu shenjat e kësaj sure që na ndihmojnë në rrugën tonë për më orientu. 5 shenja më rëndësi. E kuqe, e madhit, semafori kuq më ndal. Rrugë njerëzore shumë më rëndësi, se me bë me hin rrugë njerëzore mund të marr deri te ndeshja. E këto janë 5 shenja më rëndësi që kjo sure i përmban në vete. Shenja e parë, thot Ibnul Qayyim rahimullah, kjo sure ka mbledhur në vete bazat elementare të imanit, të cilat mjaftojnë për me bo një njeri mu'min, besimtar, dhe janë shëruese, dhe që na bëjnë të pavarur dhe as pak të nevojshëm për shkencën e ilmul kelamit apo logetikës, apo për filozofin, se disa njerëz fatkeqësisht janë mundu në përmjet këtyre rrugëve më ardh deri te besimi. Ne nuk kemi nevojë në përmjet këtyre rrugëve më ardh te besimi, mirë po ne rrugën e besimit e gjojmë në përmjet rrugës të cilën në ka trasu Kurani dhe Suneti. Do njerëzve nuk i ka dok interesant me gjetë besimin në përmjet Kuranit dhe Sunetit. Ka dok interesant shtytësi i parë, ka ardhur deri te shtytësi i dytë, shtytësi i dytë ka ardhur deri te shtytësi i tretë, edhe ka shpërthy gjithësia, o bën eksplodim, çati hona, çati dielli, çati toka, çati Jupiteri, çati Venera, këta si kanë ardhur, pa hi o dalni majmun, masi një majmuni ka dale, o boni njeri, subhanallahi l'adhim. A ka mundësi logjika shëndosh njerëzore? Hej, në kohën e internetit, a ka mundësi njeri me ardhur? Subhanallah, sa i ol të ky njeri, që shtu pas ka bëva kia kjo? La ilaha illallah. Jo, neve Kurani në mësën një rrugë tjetër. Neve Kurani në mësën rrugën e vërtet të besimit. Se si ndodhi kjo në këtë botë? Si erën deri të kë sistem i përsosur. Sistem i përsosur. Nuk ka që regullime. Andaj, shiqani Ibnul Qayyimi, shenjën më të parën, më të rëndësishmen, po thotë se kjo sure përmban në vete ato vijat e trasha që neve në mjaftojnë edhe jo një ilaç për ne, edhe në bojnë të pavarur që mësë më shkuna me lyp prej apologetikës, apo prej filozofisë, apo prej darvinit, shejtanit, me në kazuse që shka ardhë njeri. Jo, ne rrugën e besimit e kuptojmë prej Kur'anit dhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shenja e parë. Shenja e dytë, po ashtu kjo sure pohon dhe promovon çështjen e ringjalljes, tauhidit, pejgamberllokut, vërtetësisë së pejgamberllokut, besimit në meleq, ndarjen e njerëzve, si të dëshpëruar dhe të shkatruar dhe njerëz të lumtur dhe triumfues. Dhe njëherit mësojnë nga kjo sure virtytet e të dyja palëve të këtyre njerëzve. Kjo sure do ta vjen në vazhdim se i ndon njerëzit në dy grupe, njerëz të dëshpëruar dhe të dështuar, edhe njerëz të lumtur edhe triumfues, suksesshëm. Edhe na tregon cilësitë dhe virtytet e këtyre dy parëve të njerëzve. Çfarë cilësi kanë këta që janë dëshpëruar, edhe çfarë virtyte këta kanë që janë të lumtur dhe kanë arritur triumf dhe sukses. Shenja e tretë që përmban kjo sure është, po ashtu kjo sure potencon cilësitë e përsosura të Allahut dhe zhveshjen e Allahut nga çdo gjë që vjen ndesh në përsosshmërinë e Allahut, qofshin ato gjëra apo cilësi që kanë të bëjnë me mangësi apo me tmeta. Shenja e katërt është se kjo sure përmend të dy kiametet. Kiametin e vogël edhe kiametin e madh. Kiameti i vogël është vdekja. Se pejgamberi alsam ka thonë vdekja për besimtarin është kiameti i vogël. Pse është kiameti i vogël? Se ati i ndërpriten veprat. Nuk ka më mundësi me bë punë të mira. Ndërsa kiameti i madh është ai kiameti i vërtet, katastrofa apo kataklizma kur vjen momenti i shkatrimit të kësaj gjësie.
Sikurse që kjo sure përmend në vete të dy botnat, botën e madhe dhe botën e vogël, botën e madhe ahiretin edhe botën e vogël jetën në këtë botë. Shenja e 5 është se surja Kaf përmend nën A krijimin e njeriut, vdekjen e tij dhe ringjalljen, nën B Kurani na jep një pamje më precize rreth gjendjes së njeriut gjatë vdekjes. Na jep fotografi, pamje trishtuese, cila është gjendja e njeriut në momentet e vdekjes. Do ta kuptojmë. Një herë të falemi, e harrova me përmendëm një shkak pse e kam zgjedhur këtë sure, se një vëlla ka që një muj që po kërkon me hap një temë rreth vdekjes. E njëra prej shkaqeve është se kjo sure na jep disa pamje trishtuese që na këndellin edhe na zgjojnë prej gafletit se çfarë gjendje edhe në çfarë momente kemi kalu ti dhe une kur ka marrë momenti i vdekjes. Agonia vdekjes. Si kemi i prit me lajqet, si kemi adurzu shpirtin Allahut. Ku ka me shku shpirti? Si kemi kalu në vërë, si kemi kalu në vërë, si kemi rënë vërë, sa është ajo jetë e gjatë. Çfarë sprova edhe sfida jo në jetën vëreza. Krejtu e në më rëndësi, për me na këndjel, për me na kthil, prej gafletit, edhe prej asaj perdes trash të gjinoheve. Po ashtu na jep edhe pamjen e ringjalljes, na tregon si do të ndodhë ringjallja. Po ashtu na tregon surja Kaf se Allahu e mbikëqyr robin e tij në çdo anë dhe çdo aspekt. Bile na tregon se Allahu e mbikëqyr dhe e përcjell robin edhe ai kur i bën çytje vetë. Çytje vetës së tij. Gjithashtu kjo sure na informon se Allahu ka obligu përcjellës të cilët na përcjellin dhe regjistrojnë çdo fjalë të cilën ne e flasim, çdo fjalë që del prej gojës, Allahu ka obligu përcjellës të cilët e regjistrojnë atë fjalë. Pa hiri, prej gare pata, s'ka gojë, prej gare, shënon me leç. S'pata primë. Dër prej gojës regjistrohet ajo. Tjetër është ne që pas ai gara primë. Mos fal gjithçka. Për ata Allahu xhelalu gun e ka bë mrenda, i ka bë buzë dhe dhëmt. Dy pengesa, mos porti o dhëmt. Dhëmt. Tonë në buzë. Një ka përcjell dhëmt, ka dalë në buzë barikada e dytë. Mirë po neve s'po na ndal guën, as dhëmt as buzë, këti kemi lëshu, po het gua. E krejt të lashët edhe problemet edhe belat vinë pe guës. Shëqa subhanallahu Allah që shta ka bë guën. Kjo është tërci. Shta ka bë Allah guën mrenda, dhëmt, buzë. Ka dalë. Mirë po njeri kur me ndën, dhe të me mendu në këto urëci të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, në bon me dije kjo surë se në ditën i kiametit do t'jenë me njeriun, apo me çdo njeri, një melek si përcjellës dhe një melek tjetër do t'jetë melek dëshmus që do të dëshmon për personin. Këto do më thonë janë ato 5 shenjat e mëdha që përmban vete kjo surë në rrugtimin tonë në të cilën do të ecim ne 2-3 javë apo 4 javë sa do të na zgjat. E tani sigurisht se të gjithë pa pritni pa durim edhe ndoshta jeni lodh. Hala sa nisëm hoj me ajetin e parë, që po fillojmë me ajetin e parë, ku Allahu thot në Kur'an: Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Pasha Kur'anin e lartë, pasha Kur'anin e madhërishëm. E dini ju, kër e kena fillu në fillim surën Jusuf, kemi përmend se disa surë në Kur'an fillojnë me këto shkronja, që quhen terminologjin islame huruf muqatta'a. Edhe kemi përmend disa mendimet dietarëve. Se disa prej dietarëve janë mundu me jap kuptim këtyre shkronjave. Qaf, çka do të thonë qaf? Yasin, çka do të thonë Yasin? Nun, çka do të thonë nun? Sad, çka do të thonë sad? Kaf ha ya ain sad, çka do të thonë kjo? Taha, çka do të thonë kjo? Alif lam ra, alif lam mim sad, çka do të thonë këto? Allahu e din qëllimin. Allahu e din qëllimin. Çka do të thonë kjo? Mirë po, nëse ju kujtohet kemi përmend mendimin e Ibn Tejmjes, ku thotë se këto tregojnë mrekullinë e madhe të Kur'anit. Sikurse Allahu në start
Donë me i sfidu njerëzit, donë me i tranu krejt.